Shpërthe në studio Grida Duma zgudzojnë as Alla Edvin dhe as Alla Ervin të më bëjmë pisemrin. Grida Duma qartësoi pozicionin e saj në lidhje me akuzat nga drejtues të Partisë Demokratike se ka negociuar me Ramën për avokatin e popullit dhe se është pas lëvizjes së Saljanit. Grida Duma deklaroi se nuk ka guxim askush që t'i bëj pisemrin dhe reputacionin që ka ndërtuar ndër vite. Tani kam lobuar unë me Edi Ramën, unë për gjërat e mia personale, për situata të mia personale, për goditje të mia personale, kam qenë në politikë rishtare dhe nuk kam kërkuar ndonjëherë për gjithë goditjet që ka bërë Rama dhe establishmenti i tij t'i shtrej dorën apo t'i drejtojmë dhe t'i them ndalo se ka cak. Nuk më ke parë ndonjëherë të bëj viktimën në publik, t'i drejtojmë audiencës shqiptare se bëjnë gjithë gratë në politikë dhe t'i them si ka mundësi një grua, një nën, e coptoni kështu në publik. Unë për çështje personale me Edi Ramën, jo që nuk kam ofruar unë të diskutoj, por nuk guxon njeri t'i afrohet mua, Grida Dumës, me ofertë sa i përket Edi Ramës. Pas një diskutim, nuk kam ardhur këtu, Kur kam ardhur këtu e kam ditur që nëse ka lobime dhe situata të kësaj natyre, bëhen shumë mirë në politik. Atje ku je në politik, nuk të sheh njeri. Këtu në publik na shohin të gjithë. Nuk jam e qartë se pse kjo është e paqartë. Tani, kur unë nuk ka të bëj me çështje personale të këtij viti tjetër e tjerë, flas për çështjet mia personale dhe nuk ka guxuar njeri të mendoj që bëhen pazare me Edi Ramën sepse këtë personalitet e kam krijuar nga politika dhe vi këtu. Nga ana tjetër, kur unë nuk shtri dorën për gjëra të pushtetshme, Alla Edvin nuk ka njeri guxim të më përdor mua si vegël më të vogël për çështje. Alla Ervin janë çështje minorene në situatën time. Nuk duhet absolutisht në publik të them një gjë që e kam parim, por besoj e kam përcjell unë humanen nga politikania unë ndaj. Nuk guxon njeri të më përmend mua pazare të vogla sepse unë qëndroj big dhe qëndroj big së pari si njeri. Partia Demokratike sot, nga i vogli te i madhi, duhet të zhduk foltoren 2-0-2-1-3-1-7-4 dhe të vendoset në një pozicion krejt tjetër me vetveten dhe të brendshmen dhe të gjej mënyrën se si në këtë moment nuk ka asnjë aksioner pozitar të cilin e ka tepër, tha Duma.